Parku Arkeologjik e Apollonis mirëpriti edicionin e 15 të ekspozitës ndërkombëtare Apollo Art Colony, duke bashkuar në këtë hapësirë historike mbi 20 piktorë nga Europa dhe më gjerë. Artistët për një javë ndan eksperienca artistike dhe personale, duke sjellë një atmosferë të gjallë dialogu kulturor dhe kreativiteti. Kuratori i kolonisë, Sajmir Ahmeti, theksoi se përmes kësaj kolonie, arti dëshmon edhe një herë se është ura më e fortë e komunikimit mes kulturave. Jemi këtu sepse arti këtu gjen në shtëpinë e vet. Arti këtu është bërë mbi 12 vjet përpara dhe kur kthehet këtu do të është në ambientin më komod ti për tu shprehur. Ne këtu kemi artistë nga gjithë Europa, po kemi edhe për shembull një artist nga Irani, i cili ka arritur që të dalë për te kufive të këtij vendi dhe të vi këtu të shpërfaqë artin e tij. Ai është vërtet një artist shumë i mirë. Piktoria polake Jola Kitowska, pjesëmarrëse për herë të dytë në këtë koloni, solli një vepër me një mesazh të ndjeshëm. Yes, I'm the second time here. Është hera e dytë që marr pjesë dhe është kënaqësi shumë e madhe. Kam pikturuar një balerinë. Në fakt kjo nuk është vetëm një pikturë apo një vepër arti, por është më shumë se kaq, është një mesazh. Lëvizjet e kërcimit janë si vetë ritmi i jetës, të papritura, por plot harmoni. Drejtoresha e Parkut Arkeologjik të Apollonis, Ornela Durmishaj, vlerësoi veprat e artistëve si një formë e re promovimi për parkun dhe trashëgimin që ai mbart. 20 artistë të cilët sjellin veprat e tyre, artin e tyre, të cilën frymëzohen dhe krijohen pikërisht në qytetin tonë. Dhe njëkohësisht ndërthuren mjaft bukur me trashëgimin kulturor. Në fund të këtij organizimi, disa prej artistëve u nderuan me certifikata mirënjohje për kontributin e tyre në këtë ngjarje kulturore që i jep jetë një prej monumenteve më të rëndësishme të trashëgimisë shqiptare.